Kjo është vetëm fillimi i mungesës barnave. Në vazhdimsi pritet kemi tepër më shumë mungesa, mirë po pikërisht për këtë edhe ne si odë e farmacistëve të Kosovës kemi kërkuar në mënyrë sa më të shpejt që të bëhet pezullimi apo shfuqizimi i vendimit, nëse nuk merren masat e menjëhershme për atëherë mendojmë që situata do të përkeqësohet ende më shumë dhe pacientët do të obliguan apo vetë se janë obliguar që barnat t'i kërkojnë jashtë shtetit dhe në anën tjetër nëse formën tjetër e kërkojnë nëse nuk e gjenë edhe jashtë shtetit, atëherë po shikojnë formate tjera prej shteteve tjera ta fusin nëpërmjet ndonjë kanali tjetër të tregut ilegal. Ka hapur një rrugë të re ilegale të furnizimit, do thotë duke munduar ta shuaj një problem, ka hapur një problem tjetër? Ky format i gabuar i vendimit e ka sjell këtë gjë. Gjë që edhe kjo forma e kanalit të tregut ilegal sjell kogja shumë rrezikshmëri për shkak se mund të krijoj edhe barnat jo cilësore dhe barnat jo cilësore apo në këtë rast edhe barnat jo të efektshme, për shkak se nuk kalojnë nëpërmjet agjencionit të cilët kontrollohen. A është pezullimi mënyra vetme se si të dilet nga kjo situatë? Pezullimi i këtij